në qoftë se Miloševiqi pra nuk do të binte, aty do të vazhdonin me bombardimet në Serbi. Dhe në qoftë se as kjo nuk do funksiononte, kishin dhe opsione për të shkuar në rrugë toksore. Por unë e dija që ai ishte disi në thonjse friksuar sa i takon fushatave ajrore të NATO-s. Pjesë e NATO-s, zinxhiri i komandës është dyfisht. Nga njëra anë, unë raportoja Komisionit të Ushtrisë, por gjithashtu edhe Sekretarit Përgjithshëm, por në të njëjtën anë i referoja punën time edhe ministrave të mbrojtjes. Për shembull, unë u ktheva te kryesia e shefave të përbashkët dhe ju shpjegova se cilat ishin opsionet, çfarë mund bëja. Dhe gjithashtu mora lejen e tij që të mund të flisja me Shtëpinë e Bardhë lidhur me këtë çështje, kështu që vijova më tej duke biseduar me Shtëpinë e Bardhë. Në atë moment filloi që të zhvillohej plani. Pra së pari më duhej që të merrja lejen nga Shtetet e Bashkuara për të hartuar një plan të NATO-s, sepse i takonte që shumë asete, shumë zëra të Shtetit e Bashkuara do të ishin pjesë e këtij plani. Pra, filloi me një ide që do të demonstronte kompetencën dhe fuqinë e Shteteve të Bashkuara për të vijuar me sulmet mbi Serbinë. Dhe kishte një lloj zhvillimi, nëse ky spastrim do të vazhdonte më tej, atëherë i takonte që ne do të vazhdonim me fushatat bombarduese në Kosovë, dhe në qoftë se Miloševiqi pra nuk do të binte, aty do të vazhdonin me bombardimet në Serbi. Dhe në qoftë se as kjo nuk do funksiononte, kishin dhe opsione për të shkuar në rrugë toksore. Mënyra se si hartova unë këtë plan ishte e tillë. Kur kisha biseduar me Miloševiqin në Dayton, dhe me të në fakt kam folur disa herë gjatë Daytonit. Ndonjëherë ka ndodhur që të ketë qenë edhe dikush tjetër, të ketë qenë delegacioni, ose ndonjëherë kam biseduar edhe vetëm për vetëm me të në udhëzimin e Richard Holbrooke. Në një prej takimeve që kam pasur me të, ai më tha: "Ne, serbët, nuk kemi asnjë shans kundër NATO-s, sepse jeni NATO, jeni shumë fuqishëm e të tjerë. Dhe ai po ankohej, domethënë për këtë situatë. Por unë e dija që ai ishte disi në thonjse friksuar sa i takon fushatave ajrore të NATO-s.